Mes nesh kishte të lënduar rënd, të plagosur pam njërin nga ne që ishte rënd, I rrahur për vdekje, ishte Albin Kurti, që nuk na pan syt në trupin e tij. Filluam t'i sjellim ndonjë leck nga rrobat tona për t'ia zbutur lëkurën e pjesët e trupit, I tërë ishte nxirr. E mbajtëm nën përkujdesin intensiv për 2 javë të tëra, I shtruam 10 batanie nën trup. Krevate nuk kishte në fillim, flinim në dysheme mbi fleta stirori, prej më pak se 5 cm të trasha. Vetëm pas 2 javësh Albini e mori veten, ndërkohë që u deshën disa javë të tjera që ai të ecte me këmbët e veta. Megjithse mezi fliste, Albini realisht na jepte kurajo. E them jo se ai është I madh sot, por është e vërteta, ishte I ri. Netët me ruare ai thoshte se do të dalim shpejt. O djem, kjo është Serbia, kështu kanë hequr dhe të parët tanë, por ja kanë dalë. Kështu fjalësh thoshte vazhdimisht. Vetëm pas 2 muajsh në burgun e Pozharevcit ka ardhur kryqi I Kuqi Gjenevës dhe na ka regjistruar. Në dhomën tonë kanë qenë të burgosur në një hapësirë prej 10 metra shkatror. Gjatë kohës sa ishim të paregjistruar dhe kur pushuan rrajet e gardianëve, Albini thoshte me humor, keq kur s'po na rrajnë, duket sikur edhe UDB-ja na ka harruar. Në atë kohë u bë viral fjalimi I Albin Kurtit, kur disa media amerikane erdhën në burg. I pyetur për fjalimin e Albin Kurtit që u bë viral pasi disa media amerikane u futën në këtë burg, ai thotë, ishte fakti pamohueshëm që Albini mbjetoi fal interesimit për të nga të huajt dhe mediat botërore. Mund të them se Albini është një djalë me një kapacitet të jashtëzakonshëm njerëzor dhe intelektual, një njohës I shkëlqyer I gjuhës angleze. Të huajt sigurisht që edhe padjeninë e Albinit edhe tonën kanë bërë presion tek autoritetet serbe që Albini e ne të dalim gjallë nga aty. Në burg Albini komunikuese I dashur me secilin, frymëzues dhe inkurajues. Megjithse ka qenë I burgosur I më I vëzhguar ndër ne, e fyenin në çdo lloj forme, ai nuk është tërhequr. Albini nuk e kanë lënë asnjëherë që të bëjë ndonjë aktivitet apo punë të detyrueshme në natyrë të hapur, e mbanin mbyllur vazhdimisht. Aq rënd është rrahur ai kur është kthyer nga procesi gjyqësor I Nishit, sa u Livanos 2 herë. Unë jam arrestuar me 24 korrik 1998 dhe pas vojtjes së dënimit prej 20 muajve jam liruar me 24 mars të vitit 2000, kurse Albini është mbajtur deri në janar të vitit 2002. Gjatë gjithë kohës mbaj Albini në burg. Në Kosovë kemi organizuar tubime protestues për lirimin e tij dhe të burgosurve të tjerë. Ai u lirua nën përcjelljen e kryqit të kuq të Gjenevës. Kushtet e burgut kanë qenë të tmerrshme, kishin parazit, morra në trupe batanie. Albini shpesh bënte humor. Të gjithë njësoj jemi, prandaj edhe morra dhe zhukën të njëjti kemi. Lashim jashtë me ujë të ftohtë shpesh. Duhet të lashim shpejt se ndryshe na rrihnin, madje dikush mbetej pa zhveshur.